Mbi 600.000 euro investime palë projektit Do Not Leave, me mbështetje të fondit për sfida rajonale, Bankës Gjermane për Zhvillim dhe Komunës së Gostivarit, të 12 kabineteve të reja profesionale në shkollën e mesme teknike komunale Gostivari. Kjo shkollë me një ngjarje solemne shëroi instalimin dhe vënien në përdorim të pajisjeve bashkëkohore të fiduar në kuadër të këtij projekti, si dhe me fuqen e mësimit kabinetik si hap të rëndësishëm në modernizimin e mësimit praktik në shkollë. Suksesi qëndron në bashkëpunim të sinqertë me mësimdhënësit e shkollës, komunën e Gostivarit, kompanitë reale dhe serioze të cilët pjesën praktike bëjnë nxënësitor. Këto punë të mëdha bëhen me njerëz me kolektiv të mirëfillt, me njerëz mirëfillt, me bashkëpunim të sinqertë dhe transparent, normalisht edhe suksesi do të arrihet aty ku duhet të arrihet. Synimi jonë është që të realizojmë këto projekte dhe i kemi realizuar. Që sot shkolla e mesme teknike Gostivarit në shkollë lider Maqedonisë për proces mësimor, normalisht për kodekse që respektojnë brenda, për shumë drejtime dhe profile arsimore që kanë në qendrën tonë, dhe realisht sot jemi shkollë që të gjithë mburren e. Kjo infrastrukturë moderne e standardizuar do t'ju ofrojë nxënësve njohuri praktike dhe përvojë konkrete, duke i përgatitur në mënyrë efektive për tregun e punës. Rëndësia e këtij projekti, që ne në fillim me moton, që emëruam mos u largo, është jashtëzakonisht e madhe, është një moment historik, për shkak se vetë moto e tregon dhe qëllimi jonë, kur kemi hartuar projekt ideor, ka qenë që nxënësit që ndodhen këtu në rajon Gostivar edhe në nivel të shtetit të ngelin këtu, por me ngel këtu është dashur ne të pamundur, të krijojmë kushte me gjitha pajisjet që i kanë moshatarët e tyre në Evropë. Realizimi i këtij projekti është fryt i bashkëpunimit me partnerë të shumtë, të cilëve kryetari i komunës së Gostivarit, Balbon Limani, ju shprehi mirënjohje dhe i falenderoi për kontributin e tyre në avancimin e arsimit profesional në Gostivar. Ky investim është një hap i madh drejt krijimit të kushteve më cilësore për edukimin dhe aftësimin profesional të rinjve tanë. Nuk është rastësi që ky projekt mban emrin Do Not Leave apo mos ik, mos shko. Ky emër përcjell një mesazh të qartë dhe shumë domethënës, që të rinjtë tanë të aftësohen, të bëhen profesionistë të mirëfillt dhe të ndërtojnë të ardhmen e tyre këtu në vendin tonë. Ne kemi nevojë për dijen, energjinë dhe talentin tuaj për të zhvilluar Gostivarin dhe për të bërë vendin tonë më të mirë për të gjithë. Hapësirat mësimore janë të pajisur me teknologji bashkëkohore duke përfshirë pajisje CNC dhe printer 3D, laborator kompjuterik, infrastrukturë serverike dhe rjetore si dhe vegla të tjera të specializuara profesionale. Në kuadër të manifestimit u prezantuan kabinetet e reja dhe një pjesë e pajisjeve, kurse nxënësit dhe mësimdhënësit paraqitën demonstrime të shkurta të punës praktike.